Zoti Gashi, fjala për juve. E kemi edhe? Por e pa mjaftueshme për plot arsye. Njëra nga ato kryesorët është sepse presioni në politik nga shoqëria civile është i pamjaftueshëm vetëm me aksione simbolike. Sepse ato në princip janë të supozuara të i thrasin ndërgjegjës edhe të bëjnë presion mbi atë aspektin të quajmë më abstrakt, që është thirrja apo qëndrimi i shoqërisë civile si e tillë është jo politik, apolitik, në sensin jo partijak. Po për ndikim të mirës së komunitetit dhe të mirës së vendit, shoqëria civile ekziston si e tillë, jo vetëm të mbroj apo të mbush zbrastirat shoqërore ku nuk depërton dot politika, po dhe të avokoj dhe të bëj presion mbi politikën, apo politikë përësit në këtë rast ligjvënësit, që punojnë për të mirën e vendit. Kjo është goxha delikate, nuk është kjo shumë thjesht me e da si sapunin e djathtit, por gjithsesi është e dobishme, por sa është efektive në relacion me atë që vota si e tillë është produkt i mos apo emancipimit të votuesit, apo vetdijes së përgjithshme qytetare të votuesit, kon duhet ta bëj përfaqësues. Çka përfaqëson ai? A ka far vlere, a ka far diturie, a ka far njohurie, a ka far prapavije të shëndosh produktive, kontributënse, e që përfundimisht do të reflektoj në punën e tij në parlament, apo në përfaqësimin e tij në parlament të vullnetit qytetar. Kjo është mbi gjitha që tha dhe mentori pajton plotësisht, kjo duhet të jetë roli primar i shoqërisë civile, organizatave, think tankave, instituteve, të cilët duhet punojnë në ofrimin e alternativave, në trajnime, në specializime e të tjera, të cilat do t'i ndihmonin kapërcimin tutje për të mirë natyrisht ligjvënëse dhe institucioneve shtetërore, të cilat din të jenë burokratike, të ngadalshme, jo efektive shpeshherë në këto demokracitë e reja si kjo